Unë, shiko, e kam bërë batutën ti me këtë them, o Zot, sa njerëz mirë paska pas kjo botë, që të paktën me çfarë ngarkesë kemi ne psikiatrit tani dhe me sa po përballemi. Se mendojmë gjithë, ua sa i keq, dhe themi që jetojmë në një botë keqe. Jo, kjo botë ka dhe njerëz shumë të mirë. E kuptoj. Kështu që kjo është për të ullë dhe barierat për këtë psikiatri dhe një herë tjetër, nëse do të jesh njeri i mirë, shko të psikiatri. Shiko. Shi po bëm batuta. Pa tjetër. Ariana, unë dua që kjo t'ju vle disa njerëzve që janë udhkryq. Ka udhkryq emocionale njeriu. Dhe ndodh pa tjetër ty shumë e shumë, po edhe unë përvojën time. Njerëz që mendojmë që janë shumë të kopsitur në të gjuhën tonë. E ka gjithë në të rezi çfarë ka. Çfarë kërkon më shumë. Mirë, pa ata kanë një udhkryq aty brenda shpirtit të tyre, në një cep. Edhe mund të jetë një rast i tillë, një humbje e fortë. Mund të jetë edhe një gjë shumë banale që krijon atë krisjen apo atë plasjen diku në themel edhe të ikën gotina. Si kalohet një moment i vështirë? Ti, si Ariana Areli, jo vetëm si psikiatre, si njeri dhe si profesioniste, si kalohen këto dilemat e vështira? Shiko, dilemat e vështira janë shumë personale në fakt. Dhe ajo e vështirë ka atë spektrin e vetë, sepse ne jemi kaq të ndryshëm nga njëri tjetri, dhe përjetimet tona janë të ndryshme, dhe jo rastësisht janë të ndryshme. Sepse ne kemi lindur, jemi rritur, jemi edukuar, kemi pësuar ato sfidat tona, traumat tona, në momente të ndryshme të jetës, në mënyra krejt të ndryshme. Kështu që dhe përjetimet tona janë, edhe kur themi që angth këti, si ty e kam pas dhe unë. Jo, ty mund të ngjajnë element kryesor të kësaj situate, por që brenda është shumë individuale mënyra se si. Kështu që edhe të thuash se si e te kalon, është ne flasim në parim, domethënë ne mjekët dhe psikoterapistët më në detaje në fakt, po përgjithsisht ne mjekët flasim në parim se çfarë duhet të bësh në përballjen me një sfidë të madhe, pikërisht në këtë udhkryq. Por që nëse ke një suport emocional është një dhuratë shumë e madhe. Pikërisht duke u nisur nga ajo, mund të kesh të gjitha të mirat e botës financiarisht. Ai bashorti apo gjitha ajo mirëqenie që ti po jeton mund të jetë thjesht një sipërfaqe që të tjerët shohin dhe të thonë, ama çfarë të mungon ty? Ajo është krijuar me mungesën e këtij bashortit brenda familjes tënde. Po mund të kesh disa familjarë të tjerë që ndoshta kanë probleme dhe ti e njeriu shumë emotiv që vetëm arrin që ti perceptosh dhe ti vuash ato çka ata kanë, domethënë dhe nuk mundesh ti suportosh emocionalisht. Pra, brenga konflikte psikologjike të brendshme, secili nga ne ka. Pavarësisht që ajo sipërfaqja mund të jetë shumë me xixa. Dhe përballja pastaj me sfidat është në varësi të sa intensitet ka kjo sfidë për ty dhe sa e fortë je ti pikërisht dhe në këtë moment të sfidës, sepse mund të ketë ardhur kjo përballje nga gjëra të vogla, po që ty të kanë raskapitur. Të lodhin. Dhe ti je pikërisht në momentin që ajo pika të derdh gotën, domethënë. Dhe prandaj them që është një koncept shumë i gjerë dhe kaq individual sa mund të ekzistojë ky mendimi ti biesh kur gjërat që mblodhin do t'i hedh fare nga jeta ime, do t'i nxjerr jashtë për shembull. Ky njeri mblodh, nuk e takoj më. Do t'i bëj blok fare numrit se më lodh. Dëgjoj nga këto gjëra unë për shembull në përditshmëri. Këtë gjë është shumë e thjeshtë ta bësh. Po nëse ky njeriu që të lodh është një familjar i yti, si mundesh ti të bësh blok për shembull? Ose si mundesh ti të bësh indiferentin, sepse brenda na thret edhe ndjenja, edhe përgjegjshmëria, po dhe një detyrim që dikujt ja kemi, për shkak dhe duhet ja shpërblejmë për momentin, dhe një shoqe shumë të mirë që në një moment të bëhet pezante, ti nuk e harron dot atë kohën e bukur që ke kaluar me të.
për të mos u afruar pastaj që te një rreth i ngushtë që ti je detyruar, domethënë që të përfshihesh edhe që nuk është kaq e thjeshtë të selektosh. Futi një mendje të lehtë ose pjeston për dy. E qartë, Mund të jesh dhe natyra që je overthinker. Si të pjestoj për dy. Unë jam kështu, pse si qysh tek, po sikur tani pyes për një shoqen time, çfarë është kur del gjumi natën nga mendimet? Po sepse ajo ka furnizu gjithë natën me mendimet e ditës herë, se natën mos më thuaj që ajo shoqja jote je ti. Jo, është një tjetër. Mirë, dakord. I del gjumi në një orë të natës, duke menduar zgjidhjen e një problemi, edhe e gjen zgjidhjen, ç'a ndodh? Mirë, dakord, sepse kur të del gjumi për të pasi zgjidhje i rasti më i mirë i mundshëm, domethënë mirë se të vijë një zgjidhje gjatë natës. Po se inshallah s'ke në sistematikisht probleme që të prishësh gjumin e natës. Jo. Po kështu që kur vjen zgjidhja, nuk quhet patologjike, Okej. por ama nëse ti e fut në modus viventis që prit herë ta kemi herë këtë gjumin e natës si një valvull që do ndezi shkëndijën time të zgjidhjes, atëherë bëhet problem sepse e prish këtë gjumin. E kuptoj, bëj. Shiko, ne dëgjojmë, kur pim nga kafen e mëngjesit, dëgjojmë jam pa gjumë sonte, për shembull, sepse mendova këtë gjë dhe mendoj dhe natyrisht që problemet e jetës janë nga më të ndryshmet. Askush nga ne nuk është i mbrojtur, ndoshta ata që duken si më të mbrojturit rezultojnë ndonjëherë më të dobtit. Ndaj unë pyes thjesht në parim, se ne po jetojmë një kohë të çmendur. Lexoja një studim dje që ky 10 vjeçar për shembull është 10 vjeçari ku është shtuar ankthi, smundjet mendore, depresioni, shëndeti mendor është në plan të parë në rang global. Në gjithë këtë jetë kaotike që jetojmë me rryma të ndryshme. Si të mbash busullën, si të mos humbasësh yllin tënd polar? Shiko, është shumë e vështirë për të thënë si, sepse do ishte një gjë që hajt ta bëjmë të gjithë edhe e rregulluam, domethënë. Po nuk e shmang dot për shembull atë televizionin që të jep minimalisht pamje nga lufta në Gaza, për shembull. Nuk e shmang dot, sikur edhe të mos ta hapësh fare televizorin. Se nuk e shikon në televizor, po ti ke një celular i cili do t'i sjellë ca imazhe. Kjo teknologjia sa e mirë është, aq e keq është bërë, domethënë që merr fondin e asaj energjie që ti do ta përdorje me racionalitet për një gjë shumë më tjetër. Po dhe jam prishur edhe shumë marrëdhënie brenda familjes. Nëse ti e ke familjen të shëndosh, do ulesh te kjo kafja me shoqen dhe do të plasi gjithë hallet se dje burri im bëri kështu, se goca nuk më dëgjoi dhe doli vonë, se djali xhaxhait tim përdor kokainën. Domethënë jetojmë vërtet në një kohë frenetike me shumë stres. Dhe sa do të jesh i merr këto? Ti i merr i ke në transport këto? Se je sikur dhe për të qenë me përvojat e të tjerëve për t'i dëgjuar dhe për t'u mbrojtur, ti ke brëndësuar minimalisht për t'i përdorur mirë. Por gjurma është. Nuk bën dot hamësa halli aty është edhe punë e madhe, ose lë gjurmën e vet, gjithçka.